Drejtoria e tatimeve në fakt ka hartuar një plan kontrolli me 8 pika kundër informalitetit në turizëm, ku këto pika përfshin deklarimet e pagave, të numrit të punonjësve, ku në fakt këtu tani po e them kështu me gjuhë pak të kuptueshme edhe për publikun, për dhënien e kuponave tatimor, për deklarimin e xhirove. Si ndikon kjo te turizmi duke qenë që bëhet po për fiskalizimin? Si ndikon kjo te turizmi duke qenë se jemi edhe në nisje të sezonit? Jo, kjo është një nisëm që ne që jemi të fushës e kuptojmë, e njohim mirë që në çdo vend të botës po të shkosh, çdo gjë është e fiskalizuar, plus duhet të theksojmë që një turist i huaj, sidomos evropian, se ata janë zemra e turistëve, le të themi, nuk janë mësuar siç jemi mësuar ne që ne përdorim shpesh keshin, edhe na jep dhe komoditet. Nuk po diskutoj dhe nuk po e gjykoj këtë pjesë, por ata vetë tradicionalisht janë mësuar me përdorimin e kartave të kreditit apo debitit. Dhe për këtë, unë edhe pa nisur kjo nismë, ne në shoqatën tonë Arta, e kemi diskutuar shpesh sepse vjen si një kërkesë e turistit të drejtë për drejtë, i cili kërkon sistemin POS që të bëj pagesa me kartë, ata janë mësuar që mbajnë thjesht shumë pak gjëra me vete, një kartë apo një dokument identifikimi, dhe nuk e preferojnë, nuk e kanë të preferuar tashmë mbajtje në shumë kartë monedhave cash, dhe le të mos harrojmë këtu që në këtë drejtim do të thosha ne jemi dhe më të sigurt për çaj përket sigurisë dhe kësaj kriminalitetit të vogël sporadik, ndërsa sot fatkeqësisht në disa vende të Evropës kjo është e theksuar, prandaj edhe kjo lloj tradite e përdorimit të kartës është më fort tek ata si prakticitet i përditshëm. Duke qenë që në qytetet të mëdha si Milano tashmë, keq është për ta thënë, apo në qytetet e Spanjës apo disa qytete tjera, ndodh ky krimi i vogël i grabitjes edhe të lekut kesh apo të sendeve tjera. Kështu që ata nga kjo lloj përvoje që kanë pasur sidomos në kohët e fundit, por edhe të standardit evropian të sistemit bankar, e kanë shumë theksuar të pjesë dhe ne jemi dakord me pjesën e fiskalizimit dhe të sistemit të pagesave me kartë. Për sa i përket ultimatumit është për 30 ditë, në fund të majit është që duhet bërë fiskalizimi, jemi njohur tashmë me këtë rregull, edhe pothuajse të gjithë janë gati për këtë sistem të ri. Dhe sidomos ata që kanë kohë dhe janë të pjekur tashmë në fushën e turizmit dhe në këtë biznes e dinë dhe njohin shumë mirë raportin e tyre me klientin e jashtëm europian sidomos. Por edhe atë amerikanë, kohëve të fundit. Kështu që kjo është okay. Po për sa ju përket pikave të tjera, sepse këtu mbase tani pyetja ime u duk pak kështu sikur po justifikoja në fakt mos deklarimin e pagave ose këto, por në fakt vjen në një moment që shumica pjesa më e madhe e bizneseve, po themi, ka bërë gati struktura, domethënë numrin e punonjësve, sa do jenë sezonal, sa ka të përhershëm. Po themi, a do të krijonte kjo pak një çorroditje për bizneset e aplikuar tani, domethënë këto kontrollet nëse... Nuk do ta thosha këtë, ndoshta kjo është problem për ata që fillojnë rish tazi dhe se ne dim që nga viti në vit edhe bizneset të reja shtohen për sa i përket fushës turizmit, duke qenë që zona jon Vlora po edhe më poshtë shfaq interes për të investuar në këtë lloj profili. Kështu që për këta të rinj ndoshta u duket të procedurë pak më ndoshta komplikuar, që ndoshta u duket, më thonë që e vështirë, s'ka asgjë vështirë, por për bizneset e konsoliduara tashmë janë gati, i kanë të regjistruar pothuajse gjithë punëtorët. Në Vlorë po flasim për biznese që punojnë 12 muaj viti dhe jo sezonale, edhe pse puna nuk është e njëjtë për gjatë gjithë vitit, jemi të sinqertë. Por
është bërë normale kjo pjesë e regjistrimit të punëtorëve, thjesht tani që fillon sezoni shtojnë forcat e punonjësve, cilët i regjistrojnë po ashtu. Nuk është se ka pasur ndonjë problem me këtë lloj drejtimi për sa i përket regjistrimit të punonjësve apo të gjithë procesit fiskal që ju e dini që për sistemin hotelier, ta theksojmë edhe për ata që ndoshta nuk e dinë. Sistemi hotelier i cili ka marrë certifikimin në bazë standardeve nga vetë qeveria, paguan vetëm 6% të VSH, ndërsa të tjerët paguajnë të VSH-n e plot, kështu që duhet edhe këtë gjë ta bëjmë sepse në fund do të ballafaqohen me një detyrim fiskal pak shumë më të lartë, jo pak më të lartë, se ta po të certifikojnë dhe të bëjnë këtë veprim. Do të thënë, ne jemi të qartë, të gjithë bizneset që janë të pjekur në këtë lloj fushë janë të qartë në këtë lloj drejtimi. Tash, kjo pjesa e sistemit POS, edhe pa u bërë kjo lloj nisëm, ne kemi diskutuar dhe vetë që është e nevojshme në çdo lloj biznesi tashmë që të keni një sistem POS. Kemi diskutuar diçka edhe me MGR, edhe me gjitha shoqatat e Shqipërisë, ne përveç grupit tonë, në qindra biznese të rajonit të shoqatës Arta, kemi edhe një grup të madh ku janë pothuajse gjitha shoqatat e Shqipërisë deri nga Veriu deri në Jug, dhe kryetari i shoqatës ATU, Zak Topuzi, ka bërë një kërkesë në qeverinë qendrore edhe me sidomos për sistemin bankar, që të ulin përqindjen e taksës që mban banka nga ky sistem POS, që për të vërtetës, Shqipëria e ka goxha të lartë nga sistemet europiane, të cilat e kanë diku vërdall 1%, ndërsa këtu ka qenë edhe 3%. Edhe kjo është një shifër që e vret biznesin, se në fundit ati ngelet vara për ta paguar. Për këtë pjesë jemi të qartë. Pra nuk ka asë edhe një lloj problematike, po themi nuk do të sjell një presion, domethënë e shpallur tani, po themi, nuk e shikoni si presion mbi bizneset. Si lehtësinë dhe është në sinkron, do thosha, dhe në harmoni me atë që kërkojnë edhe turistët. Shumica e turistëve na i ka kërkuar për shërbimi, e kështu e duan. E qartë. Preferojnë në masë 70% promocion edhe më shumë, turistët e huaj perëndimor, dhe këtë shërbim kërkojnë shërbimin me pagesa me kartë. E qartë. Në fakt, ju, siç edhe diskutuam edhe pak më herët, keni organizuar ditët e fundit edhe protesta para bashkisë, ku keni kërkuar më shumë kohë për pjesën e heqjes të tendave. Jo më shumë kohë. Kemi, atëherë është një, po e them kështu. Po, ju kërkojnë djesë, po, sepse në fakt kam dëgjuar disa nga intervistat me disa nga antarëve tuaj dhe kanë thënë që për momentin, duke qenë që nuk kemi edhe staf dhe nuk kemi se si ti të smontojmë këto... Po, përpiqem ta... Po, prandaj e thash kështu, do më thënë e thjesht të zova në këtë pikë. Është, duke qenë që është bërë tashme e lodhshme kjo pjeca që gjithmonë sa fillon sezoni, do kemi ndërhyrje për prishje, për rregullime, strukturash, ndryshime. Ne kemi diskutuar sa herë, unë personalisht e kam thënë dhe para kryeministrit këtë kërkesë që duhet hequr dorë përfundimisht edhe para të gjithë përfaqësuesve shtetëror, si lokal ashtu edhe qendror, që duhet hequr dorë dhe nga kjo lloj mënyre të vepruarit, që gjithmonë para sezonit, jo vetëm kjo ndërhyrja e fundit që vetë fjalë për prishje të disa hapësirave anësore, dua ta sqaroj këtu që nuk është se në Vlorë nuk ekziston njerë që të vi dikush edhe ja dha mendje dhe po ndërton pa leje edhe kështu është interpretuar në përgjithësi në publik, se unë i ndjek, jam dhe sensibël edhe i ndjek e shikoj si e percepton publiku. Nuk është kjo e vërteta. Vlora ka vite që i ka bërë ato investime në bazë të taksës që është lënë nga Këshilli Bashkiak sipas vlerës së caktuar, është marrë ajo hapësira dhe është investuar ajo hapësira, është bërë ajo shtesa pergolate. Tani po flitet që duhet të ngushtohet anësore, duhet vi
drejt fare me murin e pallatit, ndërkohë që ato janë ruajtur, ne dalim dhe vetë dhe inspektojmë njëri tjetrin, shikojmë që mos të bëhet dikush kak kot për të ndërmarrë nisma të tilla dhe për ndëshkuar dotonjzat, dëshkim gjithë të tjerët. Dhe kjo një dhe e dyta në Vlorë duhet të hiqet dorë njëre mirë që sa fillon sezoni dhe këto investimet në për rrugë apo investimi i fundit që janë bërë ndërhyrje dhe janë shkatruar të gjitha rrugët e Vlorës me investimin në tubacionet e ujësjellësit, të cilat kanë sjellë jo pak probleme, këto duhet të mbarojnë deri në çeljen e sezonit, ose e thënë saktë deri maksimumi në mezin e prillit. Gjitha këto punime duhet të rikthejnë Vlorën, rrugët dhe infrastrukturën, sidomos në gjendjen e mëparshme që të presim një sezon dhe turistët kur të vinë këtu mos ikin me një koncept komplet tjetër dhe të paishëm për qytetin e Vlorës, duke parë ato rrugët e shkatruara, duke sjellë kaos në trafik, e të tjerë probleme që i dim. Pra në pjesën e sezonit turistik, të paktën në zonën infrastrukturale, sidomos bregdetare, sepse edhe mëtej në gjatë Radhi Morikun ka probleme të theksuara për sa i përket kësaj pjese, po dhe rrugët e qytetit të Vlorës. Ne kërkuam që kjo ndërhyrje që dha pikërisht tani këto ditë, që të prishem këto ansore të strukturave, është jo normale që të bëhet tani, por kemi kërkuar një shtyrje në fund të muajit shtator, pra në fund të sezonit. Sepse vitin që kaloi ndodhi një njëjta situatë në muajin korrik, ku patëm një komunikim të drejtë për drejtë me kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, dhe pikërisht me argumentat që thanë që nuk është thjesht një ndërhyrje që nuk është diçka e thjeshtë, është të shkatërrosh dhe ta kesh kantier ndërtimi, gjithë më marrën, sepse atje është investuar seriozisht dhe të gjitha investimet që janë bërë janë cilësore dhe të kushtueshme. Dhe u la që do të bëj një projekt, do na i prezantonte bashkia, dhe mbas atij projekti do të shtateshin të gjitha bizneset. Kemi pritur atë projekt, kemi pasur 2 takime në Bashkinë e Vlorës, në fundit edhe në 15 dhjetor. Ky projekt nuk ishte akoma në dorë, i gatshëm. Kemi prit gjithashtu edhe janar-shkurtin, sepse këto janë muajt ku ne mund të ndërhyjmë dhe pa prishur punë dhe pa mbyllur fluksin e turistëve, le të themi kështu, dhe janë muajt me më pak, me nivelin më të ulët të konsumatorëve apo të klientëve apo turistëve. Kjo nuk ndodhi dhe ndodh pikërisht tani. Ne këtë kërkojmë. Ne kërkojmë që përderisa u prit deri tani, të kalojmë dhe pjesën e sezonit turistik, sepse është një shkatrim i madh për të gjithë biznesin e këtij profili, që pikërisht tani të hyjë dhe të shkatrojë, sepse quhet shkatrim, nuk është më falë për shprehjen figurative, nuk është një copë basën, një copë robë që ti do e presësh, hajtë se një orë u prej ajo pjesa dhe mbaruan puna. Ato janë këndet e strukturave, nëse ti ndërhyn te këndet e strukturave, ke prish gjithë strukturën dhe ajo është punë që zgjat jo pak ditë, po mbi 15 ditë. Pra ti e ke gjyqëzuar biznesin. Biznesi është si ai ushqari që vjen nga lufta, vjen i lodhur, i raskapitur dhe mezi pret që të hajë një bak bukë dhe të pi një shishe ujë, një god ujë, dhe ti vetë i vë peng. Pra nuk është normale kjo, në vend që ta ndihmosh. Si çdo vend të botës, që biznesi gjithmonë ka suportin e gjithanshëm nga ana e qeverisë lokale dhe asaj qendrore. Përkundrazi do të thosha që gjitha bizneset private kanë investuar në mënyrë dinjitoze dhe serioze, paktën në rajonin e Vlorës patjetër deri më tej, deri në jug të Shqipërisë, por ka investime të cilat i kanë rritur vlerën në qytetit të Vlorës, që pa ato Vlora nuk do të ishte ajo që është. Flas këtu për investimet private. Dhe ne kërkojmë që të paktën investimet lokale dhe ato qendrore të ruajnë këtë lloj standardi që kanë bërë privatët, se nuk mund të kemi këtu një resort të shkëlqyer me gjitha kushtet të një niveli shumë të lartë, dhe sa del ka probleme me rrugën, apo ka probleme me trafikun, apo probleme që ne njohim shumë mirë, apo ujërat, apo e të tjerë që s'është e nevojshme që ti përmendim, por që duhet që shteti dhe pushteti lokal duhet të jenë suport. Pra, nëse nuk ke suport ndaj biznesit, atij i cili punson pjesën më të lartë të
familjeve në qytet dhe jo vetëm, dhe është burimi më i madh i taksave të buxhetit të bashkisë, po edhe të shtetit vetë, ai kërkon vetëm suport edhe mbrojtje. Madje jo vetëm biznesi turistik, por unë do thosha që duhet motivuar shumë edhe prodhimi vendas, sepse kur flasim për ekonomi, raporti është shumë i thjeshtë, për mendimin tim është shumë i qartë, dhe raporti është në import-eksport. Ne si turizëm hymë në profilin e eksportit. Pra ne po marrim ekonomi nga turistët e huaj, po i shesim një produkt të huajve dhe ne po fusim një ekonomi, po duhet shtojmë dhe prodhimin vendas që ne këtë ekonomi që e fusim brenda, të paktën në masën më të madhe të gjithë produkteve që ne marrim, ti marrim nga vendi jon, Made in Albania. Dhe kështu edhe vetë ekonomia vetë me shëndetshme, po në momentin që raporti import-eksport është më i madh importi se sa eksporti, atëherë edhe kjo lloj energjie dhe kjo lloj mundi që ne marrim dhe thithim brenda si ekonomi është në mënyrë kapilare pjesa më e madhe, po prap shkon jashtë dhe për këto, do të thënë, unë do të fokusohesha te këto problematika, sepse janë shumë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për gjithë shqiptarët. Sepse po shikojmë dhe unë nuk jam njeri që fshihem pas gishtit, po shikojmë që po emigrojnë goxha shqiptar kohët e fundit, në qytetin e Vlorës ndjeshëm, dhe pastaj vim tek problemi i punonjësve, të cilët detyrojnë dhe bizneset dhe i marrin nga jashtë. Unë nuk jam dakord me këtë, por biznesi gjithmonë gjen një rrugëlidhje dhe nga halli është i gatshëm të marrë edhe ata punëtorë dhe ata punonjës që siç duket rëndon në ditët e sotshme, po i merr. Por ekonomia rritet me ripopullimin, me shtimin e popullsisë të shqiptarëve, nëse duam që të kemi ndërtimin e duhur. A janë, sepse prekët, duke qenë që unë ju lash që të flisni dhe nuk ju ndërpreva, sepse e kisha pyetjen tjetër në fakt që cilat janë problematikat që ju hasni, por ju i rënditët vetë. Domethënë që disa nga problematikat janë mungesa e çmimet e larta në fakt për shkak të mungesës përdorimit të produkteve të vendit dhe në fakt është problematik ndër vite, problemet infrastrukturore. Normale që qershia të shkojë 35.000 lekë, u bëmen. Para disa ditësh pyetëm 20.000 lekë, po tani nuk është normale kjo gjë. Janë produkte, shqyqyr Zotit, dhe falemderit Zotit për të, jetojmë një vend të bekuar, që na ka bekuar me gjithë të mirat. Ne kemi një klim nga më të lakmuarat në gjithë botën, që po flasim në nivel global, gjithë vendet që lagen nga deti në ze, janë vendet me klimën më bekuar nga Zoti. Ne qofse merrim me blegtori, gjerim një blegtori jo vetëm të shëndetshme, por edhe të shijshme, dhe për produktet e saj apo nën produktet e saj. Kemi një vend që mund të ketë një bujësi të shkëlqyer. Ne kemi pasur kodra me qershi plot, agrumet nuk vetë fjalë, udhëri, pra ne jemi në një pozicion gjeografik ku mund të kemi jo vetëm që mund të kemi të lloj ushqimesh dhe të lloj bujësie, por nga më cilësore. Gjëra dhe fruta dhe pemtari apo bujësi, për të cilat 70% e botës e ka zili taket, e buan. Për mos folur pasaj për produktet e tjera nëntoksore, që uji sot në botë quhet luks, të kesh naftë në Europë, ti e vendi, ne jemi vendi i dytë që kemi naftë në Europë mbas Norvegjisë, dhe kjo nuk është pak. Dhe për ironi naftën më të shtrenjtë. Dhe ne jemi këtu ku jemi, unë isha në Maltë para disa ditësh, dhe u skandalizova, Malta çdo gjë importon, dhe atje ishte me 1.15 euro. Ndërkohë që këtu po flitej me të çmime që po flitet, dhe një vend që prodhon vetë, domethënë këto janë gjëra që apo diskutimi i fundit që na duhet të marrim gaz nëpërmjet Greqisë, kur ne na kalon një tubacion gazi kryesor tapi këtu, do të thënë ka disa paradokse që vetëm në shëndetin ekonomik të Shqipërisë nuk janë. Kështu që këtu ka shumë për të folur. Të fokusohemi tek biznesi turistik. Biznesi turistik ka nevojë vetëm për ndihmë në përgjithësi dhe patjetër që ka nevojë për këto
për të logjistikën dhe prapavijën furnizuesve që ne sapo folëm tani nga mbrapa, të ushqimeve, po dhe të gjithë produkteve që nevojë zinxhiri turistik dhe për ndihmën dhe suportin e qeverisë lokale dhe asaj qendrore në infrastrukturë. Konkretisht Vlora ka nevojë për shtim të parkingjeve, ka nevojë për pse jo një projektim i rrugëve të reja, sepse duke qenë që rrugët kanë qenë më të gjëra dhe tani janë ngushtuar, atëherë, okay, dakor, ti ngushton, po duhet bësh më shumë rrugë, më shumë akse rrugore që të çlirohet dhe të trafiku, dhe të shkarkohet tensioni i trafikut. Gjithashtu në takimin e fundit të vitit të kaluar që kemi pas me kryeministrin, unë kam edhe një ide projekt, duke qenë që po vinë dhe aeroporti dhe desha të fisja pak dhe për atë, ne duhet të hedhim të paktën tiketat e para të një linje trani, të paktën në aksin ku është ngarkuar nga pjesa e Rapit, i themi ne, aty ku ndahet Adriatiku me Joni, tek ku i ftohtë, deri tek skela, tek Kulaçi, tek rrethi i skelës. Pikërisht ai segment mund të shkarkohet me një linjë trani dhe trani sot në botë është gjëja më e thjeshtë që mund të realizohet. Nuk ka komplikacione. Sepse për hir të vërtetës, aeroporti që po flitet, ne mezi e presim, por në qoftë se kishte për të hapur, për të inauguruar vjet, ushty, ashtu siç ne kemi marrë vesh të gjithë tashmë, ushty për në qershor, ushty për shtator, tetor, nëntor pasaj, ushty për marsin e si vjeqëm, u prenotua dhe fluturimi pa zyri Vlorë 26 qershor, u anullua dhe ky për ato problematika të cilat në fund të fundit i kemi ne në kuris, sepse ne edhe kemi promovuar. Na vjen mirë patjetër, sepse është aeroport i nivelit të lartë, i cilësisë të lartë, është interkontinental, është 3.2 kilometra i gjatë pista, është dhe kargo, dhe i sjell një zhvillim jo të vogël rajonit, se s'është vetëm për Vlorën, është për gjithë rajonin jugor, por kjo ndalesë dhe këto anullime të premtimeve, do të thosha, dhe nuk janë premtime të një kompani apo të një firme që thjesht kemi lidhur një kontratë me ndonjë homolog jashtë, por është premtimi i qeverisë, i shtetit tonë, dhe të anullohet për të herën e 5 po t'i marrim në vimësi, kjo nuk është normale, nuk është serioze. Pra gjitha këto janë problematika që duke i tonë tek e tek dhe duke ndodhur kështu, është si punë ati eksperimentit që bëhet me bretkocën, që janë nxe ujnë pa nga pak dhe pa kuptuar, e gjen veten me ujë të vluar. Dhe Vlora, paktën, jo vetëm Vlora, por me që po flasim për Vlorën, është në këtë lloj faze. Pra kemi një problematik këtu, bëhen disa problematika dhe pastaj gjithmonë turizmia në fund bie në vend që të balancosh këto problematika që i ka qyteti Vlorës, dhe ta lehtësosh biznesin turistik. Ne nuk kemi kundër asnjëherë për zhvillimin dhe për më të mirën dhe për standardet europiane, jemi të parët madje, por i vën dhe këto turizmi. Do të thënë nuk më duket korrekt kjo lloj mënyre të vepruar. E qartë. Edhe një pyetje të gjithashtu ne jemi mbledhur sepse organizojmë desha ta theksoj edhe këtë. Ne organizojmë që në krye të problemit, duke lëmë që të zmadhohet ajo gjë, dhe në bazë të veprimit që ata do të marri, ne kemi vënë në dieni edhe kërkesën tonë, ne do të marrim veprimet tona ashtu siç i kemi ndërmarrë gjithmonë. E qartë. Unë doja të pyesja edhe për sa i përket, sepse çdo vit sektori i turizmit haset me një problematikë që janë, po themi, kualifikimi i stafit ose mungesa e fuqisë punëtore. Këtë vit, domethënë, si paraqitet situata, ka problematikë në rekrutimin e punonjësve? Po është pikërisht ai që unë thash që ka një emigrim të shtuar të qytetit të rinis kryesore, kryesisht të qytetit të Vlorës, dhe kjo përpasoj sjell ulje të potencialit të shtimit të stafeve apo të punonjësve nga vendi, nga qyteti i Vlorës. Kështu që është parë në dy mënyra, janë marrë punonjës nga rrethet të tjera, të cilat po ashtu kanë vështirësi të tyre,
Dhe është aplikuar rekrutimi i punonjësve të huaj kryesisht nga Azia, por në disa biznese ka pas edhe nga Afrika, të cilët kanë rezultuar të mirë në pozicionin, në standardin e profilin e tyre, por është problemi i gjuhës. Ne në përgjithësi jemi pioner po edhe të ekonomisë, sepse është ajo që thash në krye të erës, që ne duam që ekonominë që ne përstitim ta shpërndajmë në qytetin tonë edhe më gjerë, pra brenda vendit, brenda Shqipërisë, por sa më afër territorit ku bëhet biznesi, ai në një mënyrë apo në një tjetër të kthehet pas, sepse sa më e lartë ekonomia e vendit, aq më shumë rritet potenciali i klientelës gjatë periudhës në cilën bie sezoni turistik i jashtëm dhe është ai sezoni ndërmjetëm ku klientë janë edhe qytetarët e Vlorës. Por jemi të detyruar që të rekrutojmë punonjës të huaj. Dhe kjo është gallë, sepse ashtu si kundrejtet dhe ti, patjetër që nevojitet gjuha shqipe në radhë të parë në shërbim, dhe ta kryesisht janë në prapavi shumica e këtyre punonjësve, dhe gjuha italishte. Ata kanë standardin e tyre anglisht, por këtu qyteti i dytë i cili edhe e viziton shpesh Vlorën jo vetëm në sezon janë italianët. Ne si përmendim shpesh se i quajmë si bashkëqytetar tashmë, por në kohët e fundit janë shtuar edhe shtete të tjera për këtë realitetin, si Francë, Gjermani, pa nga vendet nordike, Angli, edhe Amerikanë, edhe spanjoll për çudi. Kështu që jemi në këto lloj kushtesh, për sa i përket profesionalizimit, disa biznese bashkë serioze, u bëjnë trajnime stafeve, u paguajnë trajnues për të bërë trajnime që të arrijnë atë standardin që ata kërkojnë sipas nivelit të biznesit dhe të profilit që ata kanë vendosur ta kenë në bizneset e tyre. Sepse tashmë në Vlorë kemi dhe hotele si Marriott me disa me një standard për gjatë të lartë për vendet europiane. Kështu që nga viti në vit kërkohet një profesionalizëm sa më i lartë. Dhe themi që nga ajo kafja e mëngjesit që kemi qenë në turizëm, tashmë e kemi pirë atë kafe, ne kemi shijuar kafen e mëngjesit, po kemi shumë punë për të bërë. Dhe unë e them shpesh që kemi fatin e madh që kemi dy nga shtetet me famë më të madhe për sa i përket turizmit botror, si Greqia dhe Italia. Dhe duhet të mësojmë rreth tyre. Nga Greqia duhet të mësojmë ekuilibrin e natyrës, edhe me lishmërinë e plazheve apo disa shërbime të tjera. Dhe në Italia, patjetër që kemi mësuar edhe mësojmë kulinarinë, shërbimin, mënyrën. Ky është një fat i madh. Dhe unë u them shpesh të gjithë kolegëve, edhe në gjërë që duhet të shikojmë me shumë kujdes, jo vetëm në nivelin dhe në standardin e ofrimit, po edhe në ofertën e çmimit final që jemi konkurrues me këmbë në tokë, se tregu tashmë nuk është treg që nuk ka syje vesh aq të prezit dikur, sepse sot mjafton një telefon dhe ti bën çek të gjithë ofertave në mbar botën. Ndoshta si vjen ndikon pak ai konflikti që ndodhi në Iran edhe për fat të keq u godit negativisht imazhi i vendeve të Emirateve Bashkuara dhe Dubait pas atyre bombardimeve, te tregon shifra. Ka marrë një pjesë të fetës goxha të madhe Spanja, tashmë është overbooking. Ne po tregojmë të zgjuar, nuk është se kemi atë target klientele mesatar të si shkojnë në Dubai, por paktën të marrim një përqindje të kësaj lloji pete, do të thosha, të turistëve të cilët tashmë janë spostuar nga ai target, nga ai destinacion dhe shikojnë destinacione të tjera. Por kjo ngelet edhe në sajt të faktorëve që edhe ne folëm pak më parë. Gjithë faktorët bëjnë mirë të tërë në fund. Ne bëjmë pjesën tonë dhe mundojmë një detyrat e shtëpisë bëjmë sa më mirë, sepse në fund atë që bëjmë kemi në kurizin tonë të drejtë, por në gjithë mënyrë duhet të jenë dhe
administrata si lokale dhe qendrore, E qartë. politikat e qeverisë duhet të jenë në të njëjtin drejtim me ne dhe duhet të jenë gjithmonë për më të mirën. Ashtu si kundër vendet europiane bëjnë me bizneseve të tyre. Zoti Sota, shkurtimisht, si keni qenë me prenotimet? Domethënë, duke parë tani, e di që është herët, mbase për këto, por në fakt prenotimet nisin edhe shumë herët. Jeni përtej kapaciteteve, përballueshme? Jo, për të vërtetës në Vlorë nga viti në vit, kanë thënë pa shtohet numri i shtetërve dhe i dhomave sepse investohet në këtë lloj drejtimi. Ndikoi thash pak më parë anullimi i disajt i aeroportit, sepse kishim goxha peshmëri nga startimi aty i aeroportit dhe një selektim të klientele më të mirë. Pati një stopim sa po pati atë startin dhe atë pikun e rrezikut konfliktin në Iran. Për një moment ne thamë që gjithë bota heshti dhe bëri një pauzë, një stop dhe ndodhen dhe anullime madje, sepse sidomos europianë ndryshe nga psikologjia e jonë, ka rrisje të tilla, ata e marrin shumë seriozisht dhe kalojnë në status mbrojtës. Po, më pas dhe gjatë këtyre ditëve, dhe ne dim shumë mirë që funksion dhe ajo pjesa e last minute, ka marrë një qasje tjetër prenotimi i turistëve. Dhe unë mund të them që të paktën informacionet i kam të gjithë përfshira në gjithë krahat, në gjithë profilet e biznesit turistik, mund të them që jemi në nivelet e vitit të kaluar në këto momente.